Vjojmë të rrjedhën e emisionit me një kronik e cila ka të bëjmë me kajakun, që është një sport i re dhe gjithnjë më i popularizuar në vendin tonë, duke të rrequr shumë të rinj dhe turist si një atrakcion natyror dhe sportiv. Megjithatë, sipas kryetarit të Federatës së Kajakut, Visar Emini, ky sport përballet me mungesë infrastrukture dhe mungesën e një qendre të posaçme që do të ndikonte në zhvillimin e tij. Ndërtimi i një qendre kajaku konsiderohet thelbësor për avancimin e këtij sporti në mënyrë profesionale e po ashtu edhe afatgjate. Kajaku është bërë së fundmi një nga sportet më të tërheqëse dhe të kërkuara në vendin tonë, duke u shndruar shpejt në një atrakcion të veçantë, si për sportistët, ashtu edhe për turistët dhe adhuruesit e natyrës. Ky sport ujor po fiton zemrat e shumë të rinjve, të cilët e shohin kajakun jo vetëm si aktivitet argëtues, por edhe si një mundësi për të angazhuar në sporte të reja dhe për të promovuar një stil jetese aktive. Ne drejtën me thonë, kur e kemi themelu federatën dikun para 5 vite tashmë, nuk e kemi mendu asne se do të marre këto përmasa që ka arrit deri tash, dhe nuk e kemi mendu që do të kemi edhe këto suksese që kemi arrit në aspektin sportiv, qoftë në arenën rajonale, qoftë kështu edhe më gjerë, ndërkombëtare. Sporti i kajakut, përveç që është sport, si gjitha të tjerët, e ka dhe këtë komponentën atraktive. Gjatë të bërit kajak është një ndjenjë shumë e mirë, në aspektin psikologjik, ai që provon ndihet shumë mirë, është shumë antistres. Pastaj pa diskutu për rolin fizik që kanë të gjitha sportet. Po është i pëlqyeshëm edhe në aspektin turistik. Domethënë neve ta marrë këto komunat e bashkitë e Shqipërisë që janë në Bregdet ose në Liçe, kur e hapin sezonën turistike, të gjitha pothuajse naftojnë. Jemi ftuar nga kryetarët e bashkive përkatëse, si Pogradeci, Shkodra, Vlora, për t'i dhënë një shtytje turizmit, për t'i dhënë një imazh ndryshe. Megjithatë, sipas kryetarit të Federatës Visar Emini, përkundër rritjes së interesimit, kajaku ende përballet me sfida të mëdha në aspektin e zhvillimit të tij si sport profesional. Kohëve të fundit jemi duke u përballur me një vështirësi që po na pengon në zgjerimin e më të tjeshëm, e kjo ka të bëjë me një mungesën e një qendre buz liçenit ose ndonjë lumi, për të gjë cilën e kanë të gjitha federatat si motra nëpër Evropë dhe botë, gjë cilën e kanë zgjidhur shumë më herët se ne me 10 vite përpara. Ne kemi bërë disa projekt propozime të shkruara lidhje me formimin e një qendre të tillë që është e domosdoshme për sportin tonë, si që është e domosdoshme ta marrë me fusha e futbollit për futbollist, ashtu është për neve një qendër ku do të deponoheshin kajak dhe trenerët dhe të rinjët do t'i dërgonin fëmijët aty në mënyrë më të lehtë. Projekt propozime të tilla i kemi dërguar komunës së Podojevës me fokus në liçenin e Batllavës. Të ngjajshme projekt propozime i kemi dërguar edhe Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe deri më tani nuk ka ndonjë diçka konkrete ende. Emini theksoi se mungesa e infrastrukturës së duhur dhe një qendre të posaçme për këtë sport po e pengon seriozisht përparimin dhe organizimin e aktiviteteve më të mëdha. Paramendoni se sa më pak do të kishin lozur fëmijët futboll, sikur çdo ditë që mbaron loja t'i marrim shtyllat, gollat dhe t'i dërgojmë në shtëpi dhe prap lojën tjetër t'i sjellim në stadion. E ngjajshëm ndodh me neve kur kemi ushtrime me kajak, edhe kur kemi gara
Çdo herë duhet t'i bartim të gjithë kajakët që i kemi me klubet e tona, t'i dërgojmë në vendin ku ka mund majtë garat ose ushtrimet, në këtë rast në liqe, Batlavës, dhe t'i kthejmë prap mos 2-3 dite kur mbaron kampionati. Këto vështirësi, sidomos janë më të mëdha kur kemi të bëjmë me të rinj dhe fëmijë, të cilët këtë punë nuk mund ta bëjnë. Domethënë duhet të jetë dikush ose prindi ose treneri. Si kur do ta kishim një qendër të tillë, ne do të fillonim të mendonim edhe për gara rajonale. Në këtë rast e kom fjalën Kosova me qenë një koqire me ftu të tjerë. Deri tani për një gjë të tillë as që guxojmë me mendu, sepse kushtet për mbajtjen e një eventi të tillë na kufizojnë. Aktualisht gjenden 6 klube të kajakut në vendin tonë, të cilat edhe pse funksionojnë në kushte jo të mira, kanë arritur shumë suksese. Momentalisht janë 6 klube që funksionojnë, janë shpërndara në rajone të ndryshme, ka në Prizren, Prishtinë, Pej, Garus kemi mjaftueshëm, mirë po siç e thash, kjo mungesa e një qendre të ngjashme siç e kanë në të gjithë Evropën, po na vështirëson shumë në zgjerimin e mëtejshëm. Këtë vete patëm një sukses nga Gjinia Femrore me Blandin Xhemalin e zunën vendin e dytë në një garë mjaft prestigjioze që mahet në Matka të Shkupit, ku ka kajakist nga e gjithë Evropa, dhe është një garë ku është organizohet për 56 herë me radhë. Domethënë ka për nga tradita është gara e dytë më e vjetër në Evropë, dhe aty para 2-3 viteve kemi marrë vendin e parë në konkurrencën e meshkujve, ndërsa këtë vit vendin e dytë në konkurrencën e femrave, me një konkurrencë mjaft të fortë, domethënë marrin shtete, aty marrin pjesë shtete me 10 kajakist. Ne kemi marrë me numër më të vogël të kajakistëve, por rezultatet i kemi pas shumë më të mëdha. Pavarësisht këtyre vështirësive, përkushtimi i sportazhëve dhe mbështetja në rritje nga komuniteti janë shpresa që ky sport do të gjejë rrugën e zhvillimit të qëndrueshëm. Nevoja për investime në infrastrukturë dhe bashkëpunimi me institucionet përkatëse janë hapa të domosdoshëm për të garantuar të ardhmen e kajakut në vendin tonë.